Pa u bërë ora 10 erdhën para kuvendit. S'ka me pas demokraci kur lista serbe i fiton 100.000, ishte një nga pankartat që e sollën me vete. Në këtë mënyrë lëvizja Revolta po e kundërshton ligjin për shtetësi. E gjitha kjo erdhi në kohën ku brenda kuvendit të Kosovës të zgjedhurit e popullit u mblodhen për konstituimin e organit legjislativ. Kërkesat e tyre i shpalosi përfaqësuesi i kësaj lëvizje, Ilir Kuqi. E para ka të bëjë me publikimin e numrit të saktë të serbëve që kanë aplikuar për me fitu shtetësinë, pasi që ne kemi drejtuar Ministrisë së Punëve të Brendshme për me tregu numrin, po kemi marrë heshtje. Ata kanë mshef numrin. Na kërkojmë për deputetëve që me shtru presionin mbi qeverinë. Për këtë arsye, kjo lëvizje po kërkon shfuqizimin e këtij ligji. Kërkesa e dytë ka të bëjë me shfuqizimin e ligjit të ri, pasi që besojmë që ky ligj ja lehtëson dhe ja përshpejton procedurat serbëve me fitu shtetësinë e Kosovës. Edhe kërkesa e tretë ka të bëjë me shfuqizimin e nenit 155 pi kushtetute, i cili është dhënë që i jep drejt serbëve me fitu shtetësinë e Kosovës nëse kanë qenë banorë në vitin 1998 këso. Por pse për këtë protest u zgjodh pikërisht dita ku pritej konstituimi i kuvendit? Kjo protestë është më shumë simbolike, për arsye se sot deputetët e ri e bëjnë betimin, edhe me marrjen e detyrës duhet i marrin edhe përgjegjësitë. E me marrjen e këtyre përgjegjësive duhet që t'i marrin këto vendime, të cilat janë të nevojshme edhe janë urgjente për vendin. Në fund të protestës, aktivistët i vendosën pankartat brenda oborrit të kuvendit të Kosovës.